Po, nëse i referohemi një pasqyre të grup moshave, nëse kushtimisht kishim mujt me qujt kështu, atër kishim me thonë që kishim mujt me ndonë këtë formë. Do më thonë prej moshës, do më thonë 12 muajsh dhe me 15 muajsh, du të më parë së rrezik, do më thonë si shqetësim që për më vizitu logopedi, nëse fëmia do më thonë nuk përdor asnjë fjalë kuptim plot, ose nuk kupton asnjë sinjal. Pastaj tek mosha, do më thonë, do më thonë pi 15 muajsh deri me tutje, nëse nuk ka fjalë të qarta hiç, edhe nuk kupton do më thonë sinjale kur ti komunikon me ta, pastaj tek mosha 2 vjeç ku ka më pak se 50 fjalë dhe që nuk arrin me lidh fjalët, po ashtu të mosha 3 vjeçare dhe realisht edhe të gjitha moshat nëse fëmia nuk përgjigjet fare ndaj emrit të tij, do më thonë ti e thret ose komunikon me ta, ai nuk e ka vëmendje, nuk përgjigjet fare ndaj emrit, ose do më thonë ai nuk shikon kur ti komunikon me ta, nuk shikon fare drejt për drejt në sy, ose ndodhet që pastaj ka raste ku ka regres, ku fëmia i ka pas disa fjalë, i ka artikulu disa fjalë, por do më thonë ato fjalë fatkeqësisht kanë humbur, si pasojë e përkeqësimit të gjendjes. Deri në çfarë moshe mundet një prind mos mu merakos shumë për fëmijën e tij apo të saj që s'po flet? Realisht prindi nëse nuk vizitohet me kohë logopedi, është bashkëfajtor në rritjen e çrregullimit të fëmijës. Për arsye se në momentin e parë që ti arrin që me identifiku problemin ose çrregullimin, atëherë ti ke arrit domethënë që me menaxhu me kohë, edhe ke arrit që me menaxhu ma lehtë. Domethënë që problemi mos më urrit edhe çrregullimi mos më urrit. Kështu që për prind domethënë në momentin e parë që çuçi cekë më herët simptomat të grup mosha të ndryshme, atëherë prindi duhet domethënë në momentin e parë, në hapin e parë që vjen që fëmia po ka probleme të folur ose po i paraqet këto shenja, atëherë padyshim që duhet me informu logopedin. Cilat janë problemet më të shpeshta që i trajton një logoped? Problemet më të shpeshta të cilat ballafaqohet një logoped janë është belbëzimi, domethënë çrregullimet në rrjedhshmërinë të folurit, është shqiptimi i shkronjave në formë jo të saktë ose ngatrimi i shkronjave, zakonisht këto janë raste më të lehta. Pastaj disfagia ose problemet me gëlltitjen, zakonisht kjo është të shfaqur tek foshnjat të cilat kanë probleme, domethënë të foshnjat e lindur para kohe, edhe tek të moshuarit, për shkak të dobësimit të muskujve të gëlltitjes. Pastaj problemet e tjera, domethënë si disartria që kanë ardhur si pasojë ose si rezultat e ndërhyrjeve kirurgjike, edhe që kanë ndodhur që gjatë ndërhyrjeve kirurgjike më prek domethënë organet e të folurit.